Përshëndetje, miq të dashur. Fillojmë në janarin me lajme nga Ndarngelli. Kështu që mboni përshtypje nga opozita. Tash nuk e di, ajo është që ky person është analist, është politikan, nuk e di, po do e shohim masanej. Kështu që unë nuk po I kuptoj këta njerëz o burr. Gjithë këtë humbje që e kanë, se herën e parë, se herën e dytë, se herën e tretë. Edhe prap, bile para kësaj here kam pas thonë që I ka fitu Albin Kurti aksidentalisht, se si fiton më shans teorike, s'ka. E tash I mur për mi 50 prap, do e pyes opozitën si ka mundësi, a pet aksidentalisht apo si? Fort kisha pas që dëshirë më kthej përgjigjen, kush din. E ndëgjova pak më herët një analist, çish monohet me përqa presidentën edhe kryeministrin. Presidentën Vjosa Osmani, kryeministrin Albin Kurti. Ta ndëgjojmë, lutem, e të diskutojmë bashku. Vizitën e parë që boni presidentja ke në Mitrovic, ku taku me zotin Peci. Pse ka ndaluar me shku Mitrovic te Faton Peci presidenti apo si? Asisht. Prandaj besoj që guxo e ka kartën kryesore. Nëse guxo qëndron prapa Vjosa Osmanit dhe e kurzon zotin Kurti s'ka çfarë ta bëjë Vjosa Osmani presidente. Sepse I mungojnë, kam përshtypjen që minimumi 70 deputet do t'jeka guxo në përbërjen e kuvendit. Dhe e kthen dikun Albin Kurti në 48 deputet. Atë 48-shin e ka zoti Kurti ankth. Dhe nuk besoj që dëshiron përsëri. A ndëgjut miq, 48 që ne ka ankth Albin Kurti. Dëgjoj çfarë përçarje mënohet me bo. Ky shpips. Mos diskutojmë më shumë për ta, kush e njeh, të më tregon kush është s'pe njeh, po më duket me që prapë s'pas kam rrjedh me në opozita. As analistat, banalistat, jo analistat, se nëse është analist, ky veç analist nuk është. Banalist po. Miq, ju dua shumë, ka zemra, respekt për secilin.